Se vërtet interesante ishte, ndërkohë në anën tjetër të ekranit e kemi edhe mënyrën ose ardhen e Ramiz Ladrovcit, kryetari deri tanishëm i Drenasit, që do të vjen në qendrën e tij të votimit për të votuar për ta shfrytzuar të drejtën. Si duket është me familje, me bashkëshorte dhe i shoqëruar edhe me disa fëmijë apo edhe familjar të tjerë. Dhe po e shohim ai që po vjen bashkërisht me ta për ta shfrytzuar të drejtën e tij për të votuar në komunën e Drenasit. I buzëqeshur, si gjithmonë, Ramiz Ladrovci, bashkë edhe me anëtarë tjerë të familjes, edhe ata të njëjtit duken disponim, edhe të buzëqeshur gjithsesi. Edhe Enes po pres një koment është atë fundit për zotit Ladrovcit në momentin e votimit. Lujta, shpresoj se nuk do të shprehje, ose do ta thotë se është shumë viral. Nuk po besoj që do të thotë sot lujta, shohim se cili do të jetë komenti pas orës 19, cili do të jetë komenti kush po lun më shumë në Drenas. Është e veçantë. Është e veçantë edhe rrugtimi i zotit Ladrovci në Drenas, sepse ndër të paktët persona që bëjnë lëvizje edhe të subjekteve politike, në këtë rast zotin Ladrovci kemi pasur kryetar në 3 mandate, 3 herë në 3 palë zgjedhje në komunën e Drenasit. Një mandat ka qenë jo i plot 4 vjeçar, por ka qenë vetëm 1 vjeçar në 2016, me sa kujtoj, e më pas tash ka ndruar edhe subjekt politike që është ndër të paktët prej njerëzve që i ndrojnë partitë politike që të futen në të njëjtën garë, këtë rast në garën e njëjtë për kryetar të komunës, që ai në këtë rast e ka ndryshuar partinë, ose pak ai nuk thotë që ka ndryshuar, por megjithatë është i regjistruar në Komisionin Qendror i Zgjedhjeve me një iniciativë qytetare për Drenasin, kampion për zgjedhjet 2025. Sigurisht do ta kemi edhe ndonjë koment të zotit Ladrovci në momentin kur do të shfrytëzoj të drejtën e tij të votës. Me patjetër është kolegion gazetare Amantina Hasani, e cila nga afër bashkë edhe me operatorin e Klan Kosovës po e përcjellin këtë proces të votimit të Ramiz Ladrovci, që është në garë për komunën e Drenasit edhe për një mandat tjetër në krye të kësaj komune. Po sa ta kemi sigurisht Amantinën do ta inkuadrojmë, por në ndërkohë do të kemi mundësi edhe her pas here nëpërmjet pamjeve direkt që na vijnë prej qendrës së votimit në Drenas, ku kogja shumë pas shumë kandidat në Drenas, 7 kandidatë që kanë në listën për kryetar të komunës për Drenasin, do të thotë që në garë vërtet e fortë në Drenas mes shumë kandidatësh. Ja, gjithë secili në mënyrën e vet kanë paraqitur ofertën për qytetarët, aty këtu me pak ngucje her pas here, si rëndom në fushata që ndodh kjo, po pak e nesun kam përshtypjen që për zgjedhjet lokale gjua në përgjithësi e gjithë kandidatëve ka qenë pak më e matur. Nuk është se ka pasur eskalime çfarë kemi pas. Qeveritare është vlerësuar korrekte. Si përgjithësit nacionale ta thonë. Po gjuha ka qenë korrekte ndaj rivaleve, edhe kanë vlerësuar edhe shumë raporte të organizatave qeveritare që vërtet ka qenë tejet e matën. Ndonë se ka pas fërkime sigurisht në çdo rast, po jo për t'i tejkaluar masën, siç ndonjëherë ka ditur të dalë edhe nga jashtë kontrollit, po megjithatë si vjet ka qenë vërtet një fushat e pëlqyeshme me qasjen e tyre, me gjuhën e tyre, dhe nuk ka pas rast ndonjë ekses ndaj grupacione ose grupacione të tjetër kur kanë mbajtur fushata në orare ose termi të njëjta, kësaj nuk është raportuar për incidente të tilla. Urojmë që të mos ketë as në këtë komunë, pra në Drenas, ku pritet të jetë goxha nxehtë, sidomos mbas orës 19, kur do të mbyllen edhe të gjitha qendrat e votimit në 38 komunat e Kosovës, por ngjashëm edhe në komunat të tjera. Presim që të jetë situatë të qetë edhe pas mbylljes së qendrave të votimit. Klan Kosova, siç jeni të njoftuar, nderuar shikues, qysh prej ditës së djeshme do të sjellë exit pollin sakt në orën 19, ku juve do të mund të kuptoni sondazhin e realizuar me intervistat e realizuara pikërisht ditën e sotme me ata qytetarë të cilët kanë marrë pjesë në këtë proces zgjedhor, me një përqindje, po themi, aty këtu 1-2% të gabimeve të mundshme, por që sigurisht exit polli i Klan Kosovës do të jetë më së i saktë edhe kësaj radhe, por të orientuar pak a shumë edhe opinionin në lidhje me procesin e votimit. Ramiz Ladrovci po bëhet gati para gazetarëve për të deklaruar, po besoj që do ta kemi vetëm pas pak edhe deklarimin e tij. Të shohim cili do të jetë ai qëndrimi i tij në këtë proces zgjedhor, në këtë votim të tij që sapo e ka përfunduar.
Lavandrovci, për kë nga PDK-t votuar? S'kum kuptu fare. Për kë nga PDK-t votuar? Kjo pyetje nuk shtrohet sot. Unë ju përshëndes gjithëve dhe i ftoj gjithë qytetarët e Drenasit që dalin të votojnë, ta shfrytëzojnë drejtën e tyre për votim. Uroj sukses dhe uroj që zgjedhjet shkojnë ashtu siç duhet, sa më mirë pa asnjë problem. Ndonë se kanë fillu problemet vogla në për oborët shkollave, po ne kemi kërku që të mirën gjitha mosat. Faleminderit shumë. Cilat janë problemet, nëse mundet? Zëtë Villadrovci ishit me fëmijë të vegjël, këtu cili është mesazhi i kësaj pranie fëmijëve. Kush i ka përfil votimet e mia, gjithë jetën kom dalë në votime me nanën, me babën, me fëmijë, sepse votimet bëhen për të armën e fëmijëve. Votimet bëhen për të ardhmen e fëmijëve, kjo ishte arsyetimi që ai ka marrur fëmijët e tij në këtë votim të tij. Pra është Ramiz Ladrovci, e që në fakt u pyet me gjasë sa arrita ta kuptoj nga mediat nga Shqipëria për disa pyetje që përgjigjet nuk mund t'i thotë sot në ditë heshtjeje, por që nga mediat ndërkombëtare në këtë rast ose të jashtme nuk vrehet kjo farë situate ose nuk e kuptojnë ndoshta heshtjen qysh e kemi ne.